e rinisë shqiptare në vitet 90, u bë motiv kryesor i saj në luftën kundër diktaturës komuniste. Në ndjekjet kësaj ëndre, Partia Demokratike lokomotiv e proceseve të integrimit ja doli të firmos marrëveshje stabilizim asocimit, ja doli të liberalizoj vizat, ja doli të marrë rekomandimin për statusin e kandidatit. Pra, ne ishim lokomotiva e integrimit në Bashkimin Evropian. Programi ynë ka qëllimin më madhor integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pas çlirimit të Kosovës, interesi ynë kombëtar, ylli ynar, është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tani, një balozi zi, një organizat kriminale, donë të mbyllë shqiptarve rrugën drejt Europës. Donë të azjesoj drejtësin.